Ka ardhe koha për çmimin Best Pop Folk. Pop edhe folk, a di shka është? E di që ka të bëjë diçka me popullore, ama ma saksisht nuk e di. Pop popullore po, se nuk ka pop prift hoq, po pop popullore, po folk shka është? Nuk e di. Edhe kjo është popullore po anglisht. Popullore anglisht. Dhe me thonë këta që, kjo pop folk është ata që knojnë shqip me anglisht bashkë. Po shamull, qysh mujnë me knu shqip me anglisht bashkë, Valën? Prej një shpati të shova syt bej be. Eftojmë njërin nga fitusit e këtij çmimi në festivalin Chelsea muzikor, grupin muzikor Burakun edhe Fama. Burak Fama. Mirëmbrëma dhe përshëndetje për gjithë juve. Ju shalu do të rukite për fitus që ishin deri tani dhe shkojmë me nominimet. Faleminderit shumë. Best Pop Folk. Dhe fitus i çmimit Best Pop Folk është më në fund Gena, sa vuaj për ty. Më ke lënduar se sa vuaj për ty, sa plak më ke shkartuar në sytë e mi. Atëre, faleminderit njerëz të gjithë atyre që kanë votuar për çmimin. Unë kërkoj një duar trokitje të fortë për të gjithë pjesëmarrësit që ndodhen këtu, të gjithë artistave. Ju uroj suksese. Faleminderit Avni Qailit për tekstin e bukur, Edlir Begollit për muzikën e bukur, gjithashtu edhe Max Production. A ka mundësi një duar trokitje të fortë për juve njerëz? Faleminderit. Atëherë, unë para se të vazhdojmë, dhe desha të bëj një përshëndetje për gjithë teleshikuesit të cilët po na ndjekin drejt për drejt nëpërmjet radio televizionit 21, po ashtu edhe Ziko TV, ndërsa do të ftoj një mise, ta shoh se sa mis ka munduar nga të meje, ish mis Kosova, Arbnora Ademaj për të dhënë shpërblimin e radhës. Wow! Rama, përshëndetje. A ka mundësi një pyetje, veç bëhuni drejt për drejt. Kush o ma mis? Kush o ma mis? Arbnora ko ka bo Big Mama. Arbnor mi ke shku, mu m'kan hup, po ti marra pet pishtoj. Niko i heksha, tash po duhet mi fry, po nejse, Arbnor s'kena jute. Je bukur si gjithmonë. Tazem. Atëherë, mirëmbrëma, kënaqësi që ndodhem sonte këtu. Kisha dash një përshëndetje sportive për krejt, edhe kur e kom marrë ftesën me nda çmimin, kom mendu çka kanë përbashkët sporti dhe muzika. Po mendoj që edhe sporti edhe muzika i shërbejnë argëtimit. Edhe kjo natë sonte po na shërbejnë për argëtim edhe besoj që po kënaqemi të gjithë. Ndoshta po zgjerona pak mirë, po nuk moj pa e përgëzu Zekon edhe e donën për këtë organizim të mrekullueshëm. E donë. Të dua. Jo, vëlla e donën hiç mos se ka ardhje pi Amerikës sen s'ka bo. S'ja ka një hiç. Edhe unë këtë çmim sonte nuk do ta ndaj vetë, e ftoj një kolegë këngëtar, Hakiv Krasniqin, që do të jetë një emër shumë i njohur, shumë shpejt në skenën tonë, ka një zot mrekullueshëm, unë besoj që e meriton një duar trokitje nga jo. Hakiv. Faleminderit shumë, mirëmbrëma gjithëve. Kam nderën dhe kënaqësinë të jem pjesë sonte Ziko TV, organizimin shumë të mirë, gjithashtu edhe kënaqësinë të madhe të jem pranë një femre si që është Arbnora Ademaj. A ka mundësi një duar trokitje për Arbnorën? Faleminderit shumë. Atëherë shohim nominimet edhe kush është kampion në këtë kategori. Best Interpret. Edhe çmimi shkon për kush është më i miri? Gena! Hajde Gena. Madhe dashni madhe, se mërkuje
Faleminderit njërë për çmimin e vlerësoj me të vërtet sepse është një çmim që të motivon për të bërë sa herë këngë të bukura. Unë e vlerësoj shumë nga ana ime dhe ju uroj gjithë artistave të estradës sa më shumë këngë të bukura dhe sa më shumë fat në jetë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit dhe zhurma show. Faleminderit zemër. Un rime gena.